për të kalu në përmes Ersekën, që i ke rënë andej, po. Në Ersek, Përmet, pastaj kam dalë në Vlorë, në përgjith lumin në Vlorës, dhe deri në Saran, dhe shikoje më shumë të huaj se sa shqiptarë. Pra kjo tregon që ata din të shijojnë më mirë vendin se sa vetë ne. E qartë. Ky turisti shqiptar, i cili ka një buxhet, i cili mund të ketë dhe një 1.500 euro, 2.000 euro, ndoshta dhe më shumë, dhe vetëm thot, unë dua të bëj 5 ditë pushime, t'i lë këta kalamajt atje në pishin, t'luajnë aman, 5 ditë jem qetësinë time. E gjen dot në Shqipëri këtë? Tani e marim dot këtë lloj leku, apo duam lekun e atij turistit me bukë me vete? Janë 2-3 hotele në Durrës, apo Fafa që na bëre reklam, po kaloj. Po do të them, janë dhe disa hotele në jug, duke filluar që nga domethënë, pra ka 2-3 emra ku mund ta bësh këtë. Duhet kuptojmë të gjë që Bregdet si jugu jonë është rrallë të gjesh me atë cilësi dhe atë bukuri, duke filluar me përjashtim të Greqisë që nuk e kalojmë dot. Absolutisht. Pastaj të gjithë vendet e tjera janë pas nesh në konkurrencë. Duke filluar dhe Italia, gjithmonë, kur flasim, nisemi nga via bregdetare, nga distanca. Nga distanca e ngushtë që kemi dhe ofrojmë shumë kolorit. E fundit, çfarë duhet bërë? Strategjia është afatgjatë e tjerë, çfarë duhet bërë këtë sezon që ta kemi më të mirë se tjetrin? Çfarë 2-3 gjëra rregullator? Çfarë këshillon? Se qeveria dhe do krijohet tani edhe është pak e trullosur ajo qeveria që po ikën, se kanë ikur, janë mërzitur. Menaxhimi i Bregdetit ka qenë një nga problemet kryesore që kemi hasur nga diskutimet me të huajt. Po. Shpresojmë që ky vit të jetë më i mirë pasi qeveria e ka marrë në dorë. Pastrimi i territorit është një nga problemet e tjera që shqetëson turistët e huaj dhe mendoj se bashkitë dhe komunat të paktën duhet menaxhojnë rrugët e tyre, pra 30 apo 25 kilometra sa kanë, t'i mbajnë ato të pastra që ne mos dallojmë si delja e zezë nga rajoni. Kjo është gjëra minimale. Mendoj se policia duhet të angazhohet në kalkulimin e kalimeve të rrugëve, pasi ka dhe vende tjera që kanë pasur probleme. Greqia jo më larg se 2-3 vjet ka stabilizuar, po flas për disa rrugë, ka stabilizuar qarkullimin. Dhe çfarë ndon? Ajo bënte qarkullime të kësaj natyre, pra lejonte kalimin me 2 korsi në vajtje, dhe në kthim pasaj e kthente 2 korsi tjera këtej, pra element me orare, 2 orë këtej, 2 orë andej, po. Në mënyrë që t'ju japim mundësi dhe lehtësi të huajve të mos mërziten kur duan të shkojnë në destinacione. Pasi nuk është problemi se ata erdhën një herë. Problemi është kur ti pyet përse mund vi për herë 2 apo 8. E qartë. Megjithatë, shohim Tirana është bërë e vështirë për të hyrë dhe për të dalë në fundjavë. Është më kollaj të vish nga Malizi deri në Tiranë dhe po e njëjtë ako mund të hy nga Durrësi për të hyrë në Tiranë, kështu që po i vuajmë të gjithë këto. Megjithatë, Tirana është një qytet interesant për të huajt nga konkluzionet tona. Ka pothuajse gastronomi superiore në të gjitha drejtimet dhe ka njerëz të gëzueshëm, ka jetë nate, ka edhe aktivitetet, cilat dallohen, pra duken dukshëm. E qartë, ne vërtet i dim problemet, kur vjen puna e marrim lehtë edhe lekët përsëri në Shqipëri sjellim, sepse mirë është për të ndihmuar turizmin ton, ekonominë ton, njëri tjetrin tek e fundit kaq mund të bëjmë edhe pak është, por po ta bëjmë të gjithë, patjetër që do të ketë hovë. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne, do jesh gjithmonë i mirëpritur se tani fillon sezoni, fillojnë problematikat, çelet sezoni turistik në përvendet ku ka turizëm të spikatur dhe natyrisht që do të shohim se si do të jetë Ecuria. Faleminderit që ishe në studio me ne.